kjo shkollë kombëtare e fluturimit është një tjetër shembull. Kemi një numër të konsiderueshëm të interesuarish, ndërkohë që shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vendeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Ministri i Mbrojtjes është ngarkuar të kërkoj nga Ministri i Mbrojtjes Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu dhe për të certifikuar këtu dhe pilotët e ardhshëm të Republikës Kosovës dhe po ashtu të njëjtën gjë edhe për 2 vendet e tjera fqinje që janë dhe antarët NATO-s, pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtar të Elbit Systems dhe patjetër edhe eksperiencën e njerëzve tanë të forcës ajrore